Të nderuarit e mi, kam zgjedhur një hadith të pejgamberit alayhisalam, një hadith jashtëzakonisht të bukur dhe shumë më rëndësi për të gjithë ne. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi në koleksionin e haditheve të tij të vërteta. E transmeton Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Thot Abdullahu, erdha një ditë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyeta: O i dërguari i Allahut, cila është vepra më e dashur tek Allahu xhalla xhelalu? Cila është vepra më e dashur tek Allahu dhul xhelal? Më tha pejgamberi alayhis salam: vepra më e dashur tek Allahu është me e fal namazin në kohën e tij. Vepra më e dashur tek Allahu është me e fal namazin në kohën e tij. I thash: pastaj cila është ndonjë vepër tjetër më e dashur tek Allahu? Më tha: me tregu bamirësi, e respekt, e kujdes, e mirësjellje edhe edukat ndaj prindërve të tu. Pastaj i thash: cila vepër tjetër është më e dashur tek Allahu dhul xhelal? Më tha: gjihadi në rrugën e Allahut xhalla xhelalu. Thot Abdullahu, sikur të kisha vazhdu me pyet pejgamberin edhe për veprat e tjera, e kam përshtypjen se do të me jepte hala përgjigje. Dhe këtu u ndal pejgamberi Abdullah ibn Mas'udi, u ndal edhe pejgamberi alayhis salam. Ky është hadithi i natës për sonte, që do të mundohemi të nxjerrim disa dobi të rëndësishme dhe porosi që na dalin nga ky hadith i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, nëse dikush për juve nuk ka dëgjuar për këtë personalitet të madh në fenë islame, është prej shokëve të parë të pejgamberit alayhis salam që ka pranuar fenë islame. Shumë herët e ka pranuar islamin. Një. E dyta, Abdullah ibn Mas'udi është një prej 7 personave që kanë transmetuar numrin më të madh të haditheve të pejgamberit alayhis salam. 3. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu 70 surët Kur'anit nga 114 surët Kur'anit i ka mësuar drejt për drejt nga gjuha e pejgamberit alayhis salam. Kur'ani famlar i ka 114 sure, 70 surët Kur'anit i ka mësuar drejt për drejt prej gojës pejgamberit alayhis salam. I ka ardhur meleku Gjibril pejgamberit, ja ka zbrit ajete surët caktume, ka dalë i ka informuar muslimant, Abdullah 70 surë i ka mësuar prej gojës pejgamberit alayhis salam. E katërta dhe me kaq po e lo, Abdullah ibn Mas'udi me trup ka qenë i hallshëm. Edhe ka qenë 7 shkurt, po edhe ka qenë i hallshëm. Këmbët e tij radhiyallahu anhu i ka pas edhe të vogla edhe të holla. Një ditë me do shokët e tij janë konë të ndajt edhe pejgamberi alayhis salam, janë konë të ndajt në hijen e një palmës së hurmës. Edhe dikush ka pa atje në maje të palmës të hurmës një kalavesh me hurma. Mirë po, për me hyp atje në maje të hurmës të palmës, do të dikush që nuk ka pesh shumë, për ndryshe i thënë direkt edhe rrezohet, rrezikon. I thojnë: apo hyp ti Abdullah, se je më i lehtë, nuk e ke trupin e madh, nuk ke pesh shumë, edhe mundesh me hyp atje sipër mas larti dhe me na marr çat kalavesh me hurma e po i ham. Edhe ai bismillahirrahmanirrahim hyp. Ty hyp këta poshtë pe këshyrin, dikush po ja shek komën e tij të vogël. Edhe të vogël edhe të holl, edhe kanë filluar me bë mahi. Jo me ndonjë qëllim të keq me fy, po ka njerë shokët edhe bojnë mahi, e disa mahi ndonjëherë tingëllojnë jo të mira. Kur ka dëgju pejgamberi se ata po tallen me këmbët e vogla e të holla të Abdullah ibn Mas'udit, pejgamberi më njëherë ka reagu dhe ka bërë një koment, dhe komenti i pejgamberit e ka ndru, më njëherë ka përmbys situatën. Ka thonë: ju po qeshni
me këmbët e holla të Abdullah ibn Mas'udit, mirë po, këmbët e tia janë më të rënda, peshojnë më rënd tek Allahu se kodra dhe bjeshka e Uhudit. 8 kilometra është bjeshka e Uhudit. Ku shkon në Medinë, bjeshka e Uhudit është 8 kilometra. Tha, ju po talleni edhe po qeshni me këmbët e vogla të holla të Abdullah ibn Mas'udit, po ky burr dhe këmbët e tij te Allahu peshojnë më rënd se kodra dhe bjeshka e Uhudit. Çka është Abdullah ibn Mas'udi mos harani. E dyta, shumë prej shokëve të pejgamberit kanë bërë si lloj pyetje, ja Rasulullah, cila është vepra më e dashur tek Allahu? Dhe kjo duhet të jetë një pyetje që çdo njëri prej neve duhet të interesoj. Nga se ne duhet ta kemi preokupim dhe duhet ta kemi mision në jetën tonë me bo Allahun të kënaqur me ato vepra që Allahu i dën. Dhe muslimani vërtet nuk guxon mos me i ditë cilat vepra e kënaqin Allahun, cilat vepra Allahu i dën, cilat vepra më afrojnë tek Allahu. Prandaj shokët e pejgamberit alayhis salam kanë qenë kurështar, shumë të interesuar, ambicioz, gjithmonë me i ditë cilat janë ato punë që Allahu i dën. Në këtë rast, nga se kësi pyetje kemi shumë edhe prej shokëve të tjerë, përgjigjet nuk janë të njëjta. Në këtë rast e kemi këtë përgjigje me këto 3 përgjigje briljante. Vepra më e bukur të Allahu tha me e fal namazin në kohën e vet. Dëgjoni vëllezër, kur lexoni ajetet Kur'anit, edhe kur lexoni porositë e pejgamberit, lexoni me vëmendje. Mos i lexoni vetëm, lexoni me vëmendje. Shqyrë çfarë përgjigje precize. Vepra më e dashur tek Allahu është me e fal namazin në kohën e vet. Mësimi i parë, nuk bën pa fal namazin hiç. Pejgamberi sa më ka thënë vepra më e dashur te Allahu është me e fal namazin në kohën e vet. Demek te pejgamberi nuk diskutohet, nuk ka muhabet, a mu fal a mos mu fal. Dëgjoni, Allahu ju nderoft. Mos më keq kuptoni. Allahu na bashkoft të gjithëve në xhennet ya Rabbi, kry me pejgamberin ton alayhis salatu wassalam. Pasha Allahun, edhe pse shumë prej juve nuk ju njoh, disa i njoh vetëm me fytyra, po ju them nga se pejgamberi alayhis salam na ka mësuar me e shfaq dashurinë. Kur dikënd e don për hir të Allahut, do të më thonë të dua për hir të Allahut. Edhe unë të gjithë juve ju du për hir të Allahut. Allahu na bashkoft. Juve që ju njoh, juve që s'u njoh, juve që ju njoh më shumë e më pak, e që ju kam dosta më shumë e më pak. Mirë po. Nuk ka mundësi një njeri me dasht Allahun. Nuk ka mundësi një njeri me dasht Allahun e në zemrën e ti me madhnu Allahun edhe me pritu më falë. Praktikisht ka, sa dush, këtë kemi musliman që janë dembela. Prandaj, qëra, ndashta sot ke hek, ke punu, je lodh, dikush për juve nashta orë për i rrugë, që tash me pakon shpiton dhe i shekon në krevet, i sheknas të flejt e të pushu, qka të ka pru ty qëtu qëtash, mas gjysës natës, ka pru dashnia ndaj Allahut. Ty të ka pru qëtu, edhe një orë minimum me ndajtë në kom, dashnia ndaj Allahut. E don Allahun, këtë dashni, që e don Allahun, rritë pak bre, ushqeje pak, kultivo, pasha Allahun e madh. Allahu nuk i met borx askujt, ma e men që to. Allahu nuk i met borx askujt. Allahu nuk e len paja shpërbly shumë fish mirësin çdo robi. Edhe këto mos e haro, rregull. Allahu nuk e len paja shpërbly shumë fish mirësin çdo robi. Nëse ti e ke një mirësi sa do të vogël ndaj Allahut, Allahu ta shumë fishon shpërblimin. Pse ti duhesh me bo kalkulimet pa nevojshme, atja nisi mu fala, mos t'ja nisi? Pse duhesh ti me bo kalkulime? Pse? Çka pret? Çka po pret? Nëse ti pret që ka marrë një meleq prej qiellit edhe me tonë falu, s'vjenaj, nuk t'vjen. Po, a din cili meleq mundet marrë të tjede tone? Qaj që i ka ardhë mbron vlau tonë, Gzim Hoxhës. Qaj t'vjen, edhe ty edhe mu. Edhe ai vjen pa trukit, ai vjen pa paralajmërim, ai vjen befasi,
Ai s'dvet, ai ke martu djalin edhe qiken, ai ke kry borxhet, ai ke bo shpin, ai nuk dvet, ai e gati me dek, as je gati. Ai kur vjen s'dvet, as ty as mua e gati me dek. Edhe s'dvet, a ki dasht mu fal, as ki dasht mu fal. Ai ka detyrën ty dhe mu me na marr shpirtin edhe me kry detyrën të Allahu. Prandaj të dashurit e mi, Allah ju nderoft. Nuk ka seriozitet me namazin. Nuk ka seriozitet me namazin. Nuk ka kalkulime, vallahi unë gjumot cilo kur. Masha Allah, shumë bukur, kjo është shumë punë e madhe. Po, dini, këshurë lexojni historinë e pejgamberit alayhisalam. Nuk mundesh me gjetë kur ku për 23 vite që orë një njeri të pejgamberit dhe ka thonë unë e du Allahun edhe ora shahadet para pejgamberit edhe i ka thonë du ty edhe du fejnë islame, ama unë veç Ramazan vinë gjami. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Nuk mundesh me gjetë asë një rast. Absolut, prandaj të dashurit e mi. Ta krymë obligimin, ja kemi bargjë Allahut. Namazi o borgji jonë që e kemi ndaj Allahut. Prandaj pejgamberi alayhisalam tha, vepra më e dashur tek Allahu është me fal namazin në kohën e vet. Me njëre. Se po na i koha dietarët e islam kanë diskutime të jashtëzakonshme. Ka prej dietarëve që janë aq rigoroz, aq preciz, sa që thonë, nëse ka hi koha namazit, ka thirrë zoni, ti s'je fal. Ka kalu gjysore 40 minuta, 50 minuta, e ty ka ardhë me leku të ka marrë shpirtin se ke falë namazin, konsiderohet si kur lanja namazit me qëllim. Unë për namazin, pranoj, unë asë nuk po du mi u tut, se s'kene nevoj mu tut, po unë veç po i thamë këto fjalë për vetëdisim. Kemi nevoj të vetëdisomi, kemi nevoj të i flasim vetës seriozisht. Që qëtash sonte, që qëtash kur del për gjamis, që qëtash po ahin namaz, shpirtin tënde dhe në zemrën tënde bën e njetë. Qëtash kur qëmë më falë dhe ja Rabbi ta e pa besën, unë mo prej sontit mo, pesit vjen namazit sabat, unë mo namazit selon. Jepja besën Allahut, u kry. S'ki nevoj me folë as me fjallë, jepja besën Allahut. Sa Allahut ta din mendjen, shpirtin edhe zemrën. I tha, cila vepër tjetër është e dashur tek Allahu? Tha, respekti dhe kujdesi ndaj prindve. O, sa te me madhë është kjo. O sa temë më rëndësi është kjo. E sidomos për ju djemë të ri që keni mu martu edhe keni mu bo prind nesër, edhe ju disa të tjerë, si kur unë që i kemi fëmijë të vëgjel disa, a dini sa rëndësi të madhe ka kjo. A dini që nuk ka gjo ma vështirë se kur i digjet babës edhe nanës zemra, kur evladi i ti nuk e respekton, nuk e nderon, nuk e dëgjon, e ofendon, e shan, tregohet rebel, arrogant, i pasjellshëm, vulgar para nanës dhe para babës, audhu billah. Qëtu po isha do pe juve, doja nisën mu përlot që para Ramazanit i kam përcil babën edhe nanën të Allahu. Inshallah Allahu na i mshëron prind tonë dhe na i çon në xhennet. O shku baba të Allah, o shku nona, s'ka mu. Pejgamberi alayhisalam kur ka hyp në atë mimberin në shkallën e parë, dytën i ka ardhur Xhibrili, ka thonë një njeri që i cili ka dy prind të tij gjallë, apo njërin prej tyre e nuk arrin me kujdesin, dashurin, mëshirën, sjelljen, me fitu xhenetin nëpërmjet prindve, ky njeri është i keq, ky njeri lig. Qysh bre ti babës edhe nonës me i thonë në i fjalë që i dhem zemra. Po baba e me ka keq, po leta ka keq bre. A i mundet me pas shumë keq, po ti nuk ke drejt mu rebelu. Ti nuk ke drejt me përdor shprehje si kur me shok të tu. Kurani e ka sankcion, e ka ndalu rebelimin ma të voglin të mundshim, rebelimi më i vogël, i mundshëm që shprehet me dy shkronja, vetëm dy shkronja, fjala dy shkronja i ka. Ose që Kurani ka thonë ne popullin tonë thojmë një shkronjë vetëm. Të thonë, bre. Ja, Kurani ka sankcionu këtë formë të rebelimit ndaj nanës dhe babës. Ka ardhur djali i ri, me shku në xhihad, me dek për Allah, me hap shpirtin. Ka ardhur baba dhe nona ti ty kajt. I ka thonë pejgamberit, një djale kena, një dritë syve kena, s'keme vlet mo, ty kajt.
Pejgamberi nuk e ka marrë ato me zor. Ka ra kushtrimi, i ka thirrë muslimanët burrat pe muslimanëve me shku në xhihad, a djali i ri për luftë po, për pushk po, u ardh. Baba nona ty kajt. Pejgamberi tha, nuk di, tha, nëse nuk e di kush o djali juj. Kush o djali këtyne? U e djali i ri. Tha, ktheu, tha, me babën edhe me nonën. Kthejau busqeshjen edhe gëzimin qysh i ki bo me kajt. E kthej prej gjihadit, as mundesh marti me mund gjatë. Fe fihime fe gjehid, gjihadin e ki me nejt par babës dhe nonës. Gjihadit është me ndajt nanës edhe babës pip, gati, me i shërby. Kjo është ibadeti, kjo është gjihadi. A dini që, falmin edhe 2 minuta se shkoj. A dini, çdo ditë na jemi me popullin në përpame. A dini sa njerëz të më shumë mbi moshën 60 vjeçare po më thojnë, o bre hoj, po tut na bre mo plak, kaj zdia kom ymer, inshallah desim, shumë broka vjen zemani keq. Nuk e di kush a kanë me na kqyr. Po tash e zaro bo me shku dhe qëto shtëpia të pleqve. La ilaha illallah. Kjo nuk gëzëm na ndodh neve, se kjo nuk është traditën tonë. Ne sa i kemi prindrit gjallë, i kemi dyrt e xheneteve të hapura. Kuptoj kështu? Nëse ki njënin për prindve apo 2 prind gjallë, dyrt e xhenetit i ki hapur. Sa ko je pranë tyne, kujdesit, dashurisë, hizmetit, mirësjelljes, respektit, mëshirës, dyrt e xhenetit janë qelë. Atë moment kur shkojnë te Allahu, janë mshel ato dyrt xhenetit. Dush me lyp dyrt tjera. Kërko falet e Allahu nëse i ke hin hak prindve. Krejt na i kemi hin hak prindve. Krejt i kemi hin hak. Ama përmise e sjelljen tonë. Përmise e sjelljen, përmise e fjalorin. Përmise e sjelljen, fjalorin, edukatën, qasjen. Nëse nuk jeton me nanën edhe me babën. Pash Allah kur qosh sabah me shkum punë, bismillahirrahmanirrahim, punën më të parën, njeriu më të parin në jetë që kemë thirrë thërë nanën edhe babën. Menere. Salamu alaikum, a e qunon, a keni plajt, që shke bonatën. Mos e thirë kërkon jetë, pasha Allah nuk e dinti si Allah ka me të beku jetë. Çfarë shpërblimi kemi i pasë jetë, para se me shku të Allahu, atje shpërblimet janë shumë të mëdha. Allahu shpërbleft, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi.